Kjo video është ndryshe nga të tjerët. Letër tek vetja jote e vogël nga vetja e tanishme. Kushtuar meritës të vogël. Mund ta bësh dhe ti për veten tënde. Ndiqe videon deri në fund. Sot është një letër ndryshe. Nuk është për botën, është për ty, merita ime e vogël. Unë jam merita e madhe. Ajo që u rrit, ajo që mbijetoi, ajo që u rrëzua dhe u ngrit shumë herë. Dhe sot, ajo që më në fund, erdhi tek ti. Merita ime e vogël, sot erdha të të takoj. Jo për të të ndryshuar, jo për të të korrigjuar, po për të të marrë në krah. E di që ke pritur gjatë, e di që ke menduar se gjërat do të ndryshonin, dhe shpesh ke pasur frikë nga vetëndryshimi, nga braktisja dhe shumë frikra të tjera. Sepse për ty ndryshimi nuk ishte lehtësi, ishte panjohura, ishte mungesa e sigurisë, pavarësisht se e kërkonje shumë sigurinë. Ishte një botë ku ti nuk e dije me cili ishte roli yt. Merita ime e vogël, unë të shikoj tani. Të shoh kur përpiqesh të mbash ekuilibrin në një botë të rriturve. Të shoh kur bëhesh e fortë më herë se duhej. Të shoh kur mësoje të mos shqetësonje askënd, edhe kur brenda teje kishte shumë zëra që kërkonin të dëgjoheshin. Dhe dua të të them diçka shumë të thjeshtë. Ti nuk ke qenë kur gabim. Ke qenë vetëm fëmijë. Merita ime e vogël. Unë e di që brenda teje ka pasur dashuri dhe dhimbje të ngatruara. E di që ke dashur maman tënde me gjithë zemër dhe njëkohësisht ke ndjerë dhe mungesë, edhe konfuzion dhe dhimbje. E di që me babain ke pasur emocione të forta që nuk ishe si të kuptoje, sepse të mungonte. Dhe ti e donje ta kishe pranë, të të përqafonte, të të thoshte një jam këtu, të ndjenje siguri shpirtërore, sepse si fëmijë atë kishte nevojë. Po pavarësisht ti vazhdonje të jepnje mbështetje tek të tjerët dhe të mos të bënje sikur nuk shikonje, sikur ishe e fortë dhe nuk dëgjonje. Dhe unë nuk kam ardhur sot të të gjykoj asgjë nga këto. Kam ardhur të të them, ata ishin historia e tyre. Ti nuk ishe përgjegjëse për atë histori. Ti nuk e ardhur në këtë botë për të mbajtur dhimbjet e tua, trishtimin e tyre, as për të rregulluar jetën e tyre, as për të qenë prind i prindërve të tu. Ti ke ardhur për të qenë fëmijë, dhe unë, merita e madhe, sot po e marr atë përgjegjësi nga duart e tua të vogla. Merita ime e vogël, nuk ke nevojë të jesh më e fortë në mënyrë si e mësove dikur. Mund të jesh e ndjeshme, mund të thuash që jam e lodhur, mund të çlodhesh, mund të jesh e butë, mund të mos kesh përgjegjësi për gjithçka, mund të çlodhesh. Dhe kjo është në rregull. Sot po të them diçka që ndoshta nuk ta ka thënë asnjëherë askush. Ti nuk je këtu për të mbajtur ekuilibrin e botës. Ti nuk je këtu për ti ke ardhur këtu për të jetuar jetën tënde. Dhe sot, unë merita e madhe po të jap lejin. Atë lej që e kishe humbur deri tani. Të mos jesh më shpëtimtarja, të mos jesh më ajo që e mban gjithçka, të mos jesh më ajo që harron veten për të tjerët. Sepse unë tani jam këtu. Unë jam ti që u rrit dhe nuk të lë më vetëm. Merita ime e vogël, nëse dikur ke ndjerë urrëtie, konfuzion, mungesë harmonie brenda teje, urrëtie,
mungesë, trishtim, unë nuk po të kërkoj ta fshish. Po të kërkoj ta vendosësh në vendin e vet, si historia jote, si rritja jote, jo si identitet. Sot ne nuk jetojmë më nga dhimbje, ne e shikojmë atë dhe ecim përpara. Merita ime vogël, dua të them edhe diçka tjetër që e kam kuptuar vetëm pasi u rrita. E di që u lodhe shumë. U lodhe duke u përpjekur të bësh çdo gjë për të tjerët. Të bësh të tjerë të lumtur. U lodhe duke dashur gjithmonë të bëhesh zana me shkopin magjik, që rregullon gjithçka, që shron gjithçka, që nuk la askënd të vuaj, sepse e di ç'do të thotë vuajtje. E di ç'do të thotë trishtim, mjerim, dhe ndërkohë ti harrove veten. Mbajte mbi shpinë pesha që nuk ishin të tuat. U përpoqe të zgjidhje jo vetëm jetën tënde, por dhe të tjerëve. Por edhe historitë të tjerëve, edhe dhimbjet e paraardhësve, edhe padrejtësitë që nuk ishin filluar me ty. Dhe në atë rrugë ti kërkoj një drejtësi, pa e kuptuar që po mbanje një botë që nuk ishte jotje për të mbajtur. Dhe kjo merita e vogël quhet arrogancë dhe një dashuri që së murë nuk ishte pjesa jote. Merita ime e vogël, prandaj unë u bëra ajo që u bëra tani, u bëra terapiste, sepse zemra ime ndiqte dhimbjen e të tjerëve, ndjente dhimbjen e të tjerëve, sepse brenda meje kishte një zë që thoshte gjithmonë, unë mund t'i shpëtoj. Dhe unë provova të shroj të tjerët, të kuptoj të tjerët, të jem aty për të gjithë. Por në këtë rrugë, të harrova, të lash vetëm. Vetëm. Dhe sot e shoh qartë, unë nuk isha aty për të shpëtuar botën, unë isha këtu për të mos humbur veten, ndërmi dashurisë mos humbisnja veten, dhe tani e kam kuptuar. Kam kaluar përmes shumë metodave, shumë punës së brendshme, shumë sisteme të shërimit, transformik. Kam parë kode, modele, struktura të shpirtit, kam punuar me sistem përfaqësuese, transformuese me energjinë 333, me procesa të thella çlirimi dhe vetëdije. Dhe të gjitha këto nuk ishin për të më bërë më të madhe se të tjerët. Ishin për të më kthyer tek vetja. Dhe sot, merita ime e vogël, unë e di diçka shumë të qartë. Unë nuk jam më këtu për të shpëtuar askënd, unë jam këtu për të ftuar njerëzit të shohin veten e tyre, të bëjnë ndryshimin e tyre në kohën e tyre, në mënyrën e tyre. Dhe unë nuk të mërzitem më nëse nuk zgjidhin rrugën e tyre menjëherë. Nuk do e marr më si përgjegjësi, nuk do e marr më si faj, sepse tani e di shumë mirë se çdo njeri ka ardhur për misionin e tij, ka karmën e tij. Jo të gjithë janë gati në të njëjtën kohë, dhe kjo nuk ka të bëjë me mua. Merita ime e vogël, ti nuk je fajtore për askënd që nuk zgjedh të ecë. Ti nuk je përgjegjëse për lumturinë e të tjerëve. Ti je këtu nuk je këtu për të mbajtur botën në ekuilibër. Ti je këtu për të jetuar jetën tënde. Dhe sot, unë po ta jap atë jetë mbrapsh, e pastër, e lirë, e jotja, dhe tani për herë të parë, unë po të them, mund të pushosh, ne nuk mund të shpëtojmë botën, ne do ta jetojmë atë. Dhe kështu sot në këtë takim të brendshëm, merita e madhe mori në krah meritën e vogël. Dhe për herë të parë nuk ishte më luftë brenda saj. Nuk ishte më ndarje, nuk ishte më rolet e vjetra, vetëm një gjë, një grua që u kthye në shtëpi. Dhe një vajzë e vogël që më në fund nuk priti më, por vendosi të jetonte ndryshe nga mamaja, gjyshja e tërë paraardhësit. Ju dua shumë, ju përshëndes. Dhe mund të takoni dhe ju fëmijën tuaj të brendshëm, je vajzë apo